Ton. Luga? Po, luga. Kurse këtu është Rizaj, Riki që është Cheesecake më pëlqen se është tamam klasik. Zakonisht një shprehje ilire shqiptare është. He was born downstairs. Cila familje ka muj me thonë minimum 5-6.000. Peshin e moshkëve që kanë njëjtë thamë dhe kanë peshin njëjtë. Lyrik, Baba Stars. Jo. Jo më. Këty në vidoke që është Get Raselin, po nuk ka Get Raselin. Get Raselin. Skënderbeu. Si Prishtinë. Në Lyrik Prelvukaj. Prishtinez. Po dhe i Pelavës Gusis. Pelavë Gusi, po i lindën Prishtinë dhe prej 2009 New York. Pjesë na ke ardhë Brooklyn. Aha. Jena me hangër stekën më të mirë në botë. Pas pari hamburgerin. Plot sene. Surpriza kemi. Ku jemi? Në cilën pjesë Brooklyn jemi këtu? Jena në Williamsburg, është 178 Broadway, nëse s'ka bëj adresa. Birë Luga. Është prej 1807-ës established si kur restorana, besoj që dykon 1950-ën. Edhe shumica restoranave që kanë dalë Manhattan kanë dalë sikur një kopi e kësajna. Për mish e të shofu. E fa lagja kjo? Kjo është lagja e Brooklyni, Williamsburg. Kjo është qaj J-Train që shkon. Lidhet me Manhattan atë, po? Atje Manhattan mi bjen direkt, ha? Ajo Williamsburg Bridge. Pire Luga ekziston para kësaj urës, Williamsburg Bridge. Po, ha? Wow. E ku ka një farë banke, këno unike që? Kjo është Saving Banks, Williamsburg Saving Banks. Aha. Ashtu jena në kua e mirë sot që qërë se... Kua e mirë me zhvap shumë. Nga ka bytë shiu që një kodë gjatë. Tu jetojnë shumë që përshe edhe asi Gjuish Hasidik, asi... Gjuish Hasidik është shumë që e lagjë. Herbrej. është e shefet që është ndërtimi sajna i balkoneve që janë të izolum. Ku ka mirë mas që të hajmë mish, marëm energji, mja bojnë një gjyrë me papak Williamsburg, si të mos ta Gjuish shjetojnë. Veni është shumë është i populluar, po të mënej është 70% është Jewish community që si thojnë hebrej. So, let's go, afterwards we'll see. E në ardhë bosi tjetër. Hajde hajnë mirë tash. Hajde më unë. Okej, tash po futni mrena të Peter Luger's. Okej, falinderit, wow. Dartis që 2 shekë të thusë, ha? Okej, hajti për para të lutna, falinderit. How you doing, Ari? What's up, bro? How are you? How are you, Michael? Ari, nice to meet you. Ari is our friend. Hey, Ari Jackson, nice to meet you. Came here for trying some steaks. I heard it's pretty good here. Yes, we'll try. We'll see. It's all right. You know? No, as long as you're on medium rare, you're always good. Medium rare, you'll be fine. Don't worry about it. Thank you. Okay. How are you guys? I know. He gave me. Sa njeri të prit, sa shumë hala kam. Unë në gjullë e në pa kamarjera shqiptar këtu, e më përdu mi taku dhe që plot ka histori këtu. Top steakhouse si maj mirët në botë, në New York, i shumë zgjetë ashtë. Mas njëre tulmi, ta ne bojmë një video rreth e rreth. One old fashioned, one Stella. Krejt, akoma sistemin e vjetër e kanë me letra, jo me kubitera, krejt edhe paguën veç cash. Edhe rezervimi bërë me telefon, me shku në emër me letër, krejt që shtu është. Du me prit një kohë gjatë. Edhe kamarierët që shkenë një farë moshe ma të vjetër, që si të futën këtu, shumica kamarierë rrinë 20, 30, 40, 50 vite nuk e lëshojnë këtë vend. Tavolinë e kena gati, po dujme në gjeti tavolinë këtu është ndryqimi pak ma e mirë. Okej. Edhe pse është herët, mujna me pika një, ha? O, shumë ide e mirë, hajde. Bravo, ja dinka. What is the usually wait list if you wanted to call, let's say, I call today? So we open up the books about 30 days in advance. 30 days in advance? 30 days in advance. Okay. It's a big wait. Big wait, 30 days. So I call, for example, if I call today, the reservations a month after. That's correct. Thank you. All right, see you.
Thirr sot pas 30 ditësh ose nëse qenë vend lirë. Ku shkon shoh. Oh, okay. Can I record? Yeah. Danny. Yeah, Danny. You're from Plavë Gusi? From Gusi, yeah. How long have you been working here? 21 years. How many? 21. 21 years. Wow. In this spot only? This part, yeah. This room. This room, Danny. So what's your full name? Damir. Damir? Damir, yeah. Damir. Amazing. Thank you, Danny. Pleasure. All right. He's looking. George. George is my Romanian friend. Romanian? Yeah. Always we say ce face. Ce face. Bine. So he's giving us some bid beer. Peter Luger serve 4 beers, which is a Peter Luger beer. We have the Bitburger, Stella, and the Coastries, which is a dark German beer. But we're going to try the pepperoni october. Bitburger. Më thonë 4 birra, pe provojnë në Bitburger. 3 sopë, 4 birra, po pepperoni october që besoj që është më e mira. Pas pelerojna i lirën, beni Prishtina lirë i vetëm. Shqiptar. Si je? A e mirë? Ky është ai blogger ai. Po. Si ai mirë, çfarë bën? Si je? A e mirë ti? Mi me gjonë beni, dole bani. Always represent. Okay. Zuar, Pristinese. Mavo, mirate. Po që? Shumë. Gëzuar tret bash. Gëzuar. Oj. Maria, part of your 4. Vladit pak fyllin, ha? Nuk është shumë e rarë. Çfarë është thonë? Nuk është shumë e rarë, në lehtë. Si lloj light lager diçka. Normalisht jem këto në shfryttojmë në krigë, me shumë. Është në anglisht draft beer, këtë ditë. Ja. E sheh për shembull, kjo është për lunch. Po. Tash shumica e njerëzve kanë rezervim mirë, po e kalojnë një kohë këtu në bar, edhe tani shkojnë drejt në tavolinë. Shumica aty tani zakonisht të shërbehet ushqim deri në ora 4, mas ora 4 nuk shërbehet bar ushqim. Okej, ti 4 derisa ora nuk shërbehet. Ka pauza. Lunchi për shembull, që është paraditja, është deri 4 ora, njerëz mund me hangër në bar. Mas 4 ora mund të me mor pije tani me prit për tavolinë. Darka kur ja fillon? Stalet heqa? Ky vend nuk mshelet 365 ditë. Heqa. Edhe një 30 metra me robor, dikush është mrena që ju ka punë. Wow. Sa nuk mshelet, 7 ditë të javës, 365 ditë. A ja vlen me artu pa rezervim? Pa rezervim. Me prit në rena. Pa rezervim, nuk kisha preferu më orë. Sidomos, janë disa vende në York, kjo, Cat's Deli, dush me prit. Mirë po, e shumë just procedurës që ja ka vlet me prit. Edhe pse na kena rezervim, e shujojnë një birë, tani shkojnë në tavolinë, ju falenderojmë familjen që janë pronar të restoranit, edhe Kosta menaxherit që na ka mundsuar me bogjëri. Thank you, falenderoj shumë. Tash po shkojmë te tavolina, po shihet restorani mbusht me njerëz. Thank you. Enjoy. Okay. A diçka unë polna që tu. Po më duket se drita më e mirë. The light reflects on me. Burger steak sauce, sos i shmis, që është sosi sekretu. Sosi sekretu këna që është përmendet, edhe ka horseradish, me ketchup, me përzir. Marian is our waiter, he's from Romania. How long have you been here? 14 years. 14. Nice, amazing. Thank you. Oh, book, patjetër. Edhe menu. Është menu shumë i shkurt, që shumica restoraneve ja preferojnë njëjtën gjë. Që e ki për shembull shumica appetizerve. Është 4-5 soba. Alen është ideja më e mirë që edhe kuzhina nëse është nuk ka shumë presion për shumë gjanave që mujnë me qenë meny. E marrë shumë thjesht, ki shrimp, ki burger, ki sandwichin, ki salatat, kalon direkt e steak këtu që është steak për 2, steak për 3, steak për 4, single steak, ki ribaj që ka ma shumë vjam që i thojmë na, për 2 $154 që është për mi 38 ounce që i thojmë na në Amerikë, so mujnë me përdorë edhe 3 vetë, mujnë me
me porosit për 2, po është tamam për 3 vjet. E ki për shembull lamb chops, e ki kinxhin, e ki salmonin, që është trutën ëndëllar, është shumë i madh, është center cut, edhe ki e fillet of sole, peshk, crab cake-ën e ki, edhe këto që perimet, side dishes që i throsim da, ja. Po shumë e thjeshtë, menu si Shumë e thjeshtë, po shumë e mirë. Shumë e mirë. We are Albanians, but we live in New York. He's a blogger from Europe. Well, we have some friends from Japan here, so we speak in like a little bit Japanese. It's not bad, right? Oh, it's not bad. Is Japanese is good? It's good, yeah. Good. I kako da su ga, nama bine? Oishi. Nama bine, oishi ne. Oishi ne. He was in Japan, he visited Japan. So yeah. In November I was in Japan. November he was in Japan. Wow, po follow japonisht. You are kind of YouTuber? Yes. Because I see your face sticker on the mobile. Yes. Yeah. He's a vlogger from Europe, so we're first time. Ta-da-da, it's me. I look like. It's you. How about some water? You want a bottle of water? You can bring a tap water, it's fine for us. Yeah, it's fine. Thank you. So yeah. You visiting here? Yes. Only 5 days. Amazing. Where in Japan you from? I'm from very countryside. Probably you don't know. Do you know Shikoku? It's near Osaka. He's from Kobe. From where? Kobe. Kobe. I went there. I went to had that burger. The close to Kobe. There's this. I'll have to check where. Huh? No, I have to check where I went. Where I went to have Kobe burger. Yes. Kobe beef. Yes. I have famous never eaten Kobe beef. Kobe beef. Kobe beef. You try a steak in the United States. I know. It's pretty good. I love it. It's been actually 20 years since I came here last time. No, Ichiban, Namabir. For Japan people, Namabir and Akawain. Akawain they always Akawain. Himeji. Himeji? Yeah, Himeji. So I went. And Gui's burger. Asia is a famous city. Yes. Okay, I'm hungry. Okay, let's eat right now. We're gonna wait for him. Ky zotria ka më na porosit të gjitha, unë jam musafir, por është me hangër me dhe me fol. Kush e tjetër? We've got French fries, well done. Like kryposur që në meza, erza. Bacon? No bacon. All right, start with this and do me a favor. Krepi porosit. Cut it in half and put like Okay. What do we have here, sir? We have the burgers, cheeseburgers, and the French fries. Well done. Well done. Thank you. Appreciate it. Ketchup. No, we're good. Marian, bofte buna in Romania. Bofte buna. Boft mir in Albania. Both mir. That's it. Both beer. And both Thank you. Okej, ky është hamburgeri që e dojnë gjys. Para të gjuar njerë ky. So, tash më ka kallëzu ky kështu. Okej. Tash half a pound me llogarit sa i vjen me gram. Half a pound për gjys zakonisht. Sa më vonë vjen 23 gram. So, edhe që të covë kështu. 500 Ka bështu kështu. Shtoshtu. Ktheja ka kamera. Okej. Njëna. Njëna, me që ktheja ka kamera. Edhe shtype pak. Gjys. Tanë. Shumica shqiptarëve nuk kanë qef medium rare, se me gjak. Që medium rare, bashkë më shumë të lopën për medium rare. Po me kon kështu i pjek shumë, veç të shaboni. S'po foli ma shumë, janë gjesë me njerë. Ha? Dëshirë. Wow. Kështu e ndra hamburgera ma të mirë që... Crispy? Crispy? Jo, crispy është pomfriti. Ama pomfritin që do na provojë me steak sauce. Unë nuk jam marrë ketchupit. Gjë. Po shumë e mirë, shumë i shishëm, plot shije, i lëngshëm, juicy, edhe këto qep i kanë as me po ma crunchy aty krum, buka tepër, buka pak sësan, sa American djath, simple. Kepër për puni? Po, dhe për mena, po shumë.
No, come on. No. That's good. No, da bok mirë. A ti provoj atash. Liro nxitja dhe kallzon. Oh my god. Provoje fries me steak sauce. Lorikë po më thot me provu, po më shem unë video. Lorikë po më thot me provu këto pomfritin patatet crispy me sosën e tyve sekret. Këtë qështu? Nga shumë? Horseradish. Horseradish. Brown sugar. Po dhe shumë, edhe pse e majomel. Yeah. Dhe kështë të thonë dhe pse majomel. Këtë sosë mushtë me mithë ka, ja? Zakonisht na e shesin edhe në shitore, si me shishe që të na shitor. Perfekt, që kam qepër në pomfriti me ketchup, që kjo për kryka. Shumë mirë, wow. Këshat mëj. Kjo është për 2 veta, po zakonisht aven monët mosh shërbyu dhe E ke thonë me qëllim me bokë shumë vëllëtar me pjek fond, me pjek ma shumë se është ma krispy që piqef, edhe menoj që ja vlen. Kur e bojnë ta për shembull well done, ajo ta me dje krejt ose me që e bojnë kartën apo, besoj që është ta ma mirë. Jo, ma mirë, më që kanë gjyra. Let's do this. All right. This is not a drill. A që do jone ty kështu? No, ta kur të qesin stekin, ashtu jem shamë të moshave pse qesin këto, Okej. e ta një kallëzën. E një me po pse qesin qëta? Okej, këto e qesin se kur vjen ajo pjata, është pjata e nxehtë, dhe ajo që është margarina, lynja, bara që ti thon, ajo rrin porsën nëse rrin një nivel ajo pjata thellë. Tash kena një steak për 2 edhe një ribaj. Tash steak për 2, ajo ka dikon 36 ounce. Sa i vjen kilogram me ashtë me kreta që llogarisu ma vonë, edhe shkrutjet e përfundit. O do na me shumë përfundit, sa smerë se di. Edhe riboj, I think është ndoket që është dikon 26 ounce. Të dyjat janë dry age, që me përthynë shqivje thojnë mishin për 25 ditë. 25 dit. 25 ditë. E qa dalimi atë që thojnë ka njerë 28 dit, 29 dit. Dikush e rrit, dikush e shto, po nëse kalon përmi 30 ditë thojnë mund të ardhë era asoj pjesës të vogël filet mignon që s'ka fet, po ato në teori kështu alla shqiptarë si që. Do ta 25 edhe... Këta e thojnë që 25 ditë, e thojnë për 3 javë, so 3 javë diçka, po kjo steak për 2 që ka më arë shtash është që e njohin në Evropë si kur T-bone, po në Evropë është Fiorentina cut që i bojnë T-bone, atje është lopa ushqiet me bari, e në Amerikë është corn fat, so në kollësh. Po njëna anë sirloinës është ka pak vjem, edhe filet mignon që është ona e djashtë, është super e butë, tamam është. Kështu me shri baj që kena me pas, ka ma shumë vjem, po ka ma shumë shirë. So, ta është shumë. Let's see here. All right. We have the porterhouse steak. Thank you. A little ribeye steak over here. Appreciate it. Little sirloin, little filet mignon. Let's record first. Absolutely, go for it. First photos. Now, video. Are we ready? Hot plate. Sirloin side. Sizzling. Little filet mignon. Little ribeye. Little vitamins. Little vitamins. Thanks, Ian. Sides are coming right now. No rush. Do both me. Faleminderit. Si vjen? Se vërtet. Jo, luga. Po, luga. So soft, ha? Sa let me prej, s'ka nevoj thik hit. Bofira. Faleminderit, wow. Okay. Ta shpret slow-mo.
Anybody needs another beer or anything else? Yes, we're gonna have 2 lagers and 1 Malbec. All right. A të s'po të vera? Le flesh çfarë? Çfarë ne çfarë? Let me have a Malbec too. You got it, brother. 2 Malbecs and a Luger, yeah? Yeah. When I say go, you're gonna go, okay? Okay. No, mos e lëre dorën. Okej, tash ka këtu si janë shoqëruese? Këto janë, ta i thonë German potatoes. German potatoes. Nëse jeton dikush në Gjermani, e njohin sikur brat kartofël. Aha, po. Brat kartofël. Brat kartofël. Komper me kep i përzim edhe pjekën në furrë. Okej. Mas pari ka nisë të Pire Luger, tani shpërndar në për. shpërndar edhe e bojnë. Kjo është cream spinach, që është Spinaç me krem, ja, zakonisht to në thonë side dishi maj preferuar, maj i njoftën i Pire Lugers është German potato edhe cream spinach. Okej, të dyja më të famshme që. Që tash shkojmë të pyetja jote, pse s'morëm sallat? Po, pse pse s'morëm sallat? A ti je i Hogoshit, unë i Malit Zim, lidur në Prishtinë, ky Gelanxhia këtu. Zakonisht vina këtu për mesh. Sallatën kalojnë aty në që janë pak më healthy se na. Është aty dhisë të cjapit. Dhisë të cjapit, dhia dhe cjapi janë hojnë sallat. A që vëta të shpërdojnë. Okej, faleminderit. Është crispy, që është kishë. Oj. Okej. Lërë veç pak të dojmë këtu. Është i njëjti kjo Okej, që ajo atje në qash është filet mignon. Çto filet mignon, ç'të që preve, Po që preve. Tarara. Si pamuk, valla, shumë i lehtë me përbi, shishëm. Shumë e pati, preve me luk. Po, zot. Është me andish këto. Shumë e shishëm. Ashka. Okej. Tash provoje. Edhe pse i kishte dhënë edhe pse ka atë ndyrën gjalpin. Nuk është Tiranë, i lehtë, nuk është po ngrisht mish, E çata me përvu tash? Provoje ribaj. Çto? Preje, shumë. Juicy. Këma crispy. A ke filet mignon? Filet mignon, Ribaj? ribeye and a sirloin. A një kodë verë Malbec, me shpërlat e poshtë. Edhe? Sirloin. Sirloin. Në shtanë të dy, i pari tretë u dajten ma letë, filet mignon me kafshu dhe shtë ma shumë. The ribeye është pak ma Po the ribeye, ma Për mu, filet mignon, që pa temë kjo? Sirloin. Sirloin? Tani ribeye, 1, 2, 3. Provojmë edhe këto varë patatet gjermane. Tarara, po duket definitivisht crispy. Crunchy. Shishëm kur po është pa crunch. Zakonisht për shembull është e mirë me përdorë edhe sosin me Patate me më lansë. E bojmë ashtu, Patate qep, furë, me erza të veçanta. Po shumë gjatë më arru edhe në shpep, kuptimi vlat që patate e coptume me qep, që e bëm shamu sote. Ua, shpërfundoj, a? A ka cop mish më qëto ajo? Që të kam jetë Do është me aqit ati qenit, juaj, qëka, ka në mish to? Ja për qenë, ja për vihër, njënë dhe mërë. E këtu? A ka të shka? Ka pak në shtatë, po. Zakonisht, këtu njerëz një pak komplekse, sa hanë me dorë. Po? E ka këta. Po qemë edhe luke dojnë ashtu së shpëndim. Do ajo hata, me? Ta qesë këtu, që më stu tani jo, s'na kanë qitë mish. Kara veri s'na ka qitë vesh. S'na kanë qitë mish, s'na kanë rrujt. Elir? Yes, sir. Aje hisa si? Na ka rënë tensioni. Na ka rrujt tensioni. Ta është vesh nëri amëlsinë e mire. Ka mësirat mira këto? Po presë të është surprizë. Surprise, okej. Du m'ja boj i gjiro pak me ecë.
S'mojën e ma. Hajde tash ja bojnë një gjyrë rreth Peter Luger's. Peter Luger të rreth që dining room, një prej tëmve. Shkojmë katë ditë. Hey, how you doing? Danny, that's it, my man. How are you? Who's been here for 21 years? Yeah, it's Ed. It's Ed. Where were you from again? From Gusini. Oh, that's right. Yes, you're the brother From Kosovo, right? From Kosovo? Yes, That's yes. Ed, our brother. Your This brother- is the Turkish guy. Turkish guy? Yeah. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Nerelisin? Çok güzel, çok güzel. How long have you been here? It's been like 23 years. 23 years. Yeah, he's Wow. been here. He was born 23. here. He was born downstairs. Me and him, we grew up together. So he's your big brother? Yeah, exactly. Okay. I know your brother from Rocco Restaurant. Yeah, that's It's it. amazing place. Thank you. I'm gonna go back again. Yeah, please. Yeah. Can I record up? Yeah. Or is it Yeah. open? It's open. This is another dining room is upstairs. Like here. Like Yes. here. Same Can thing. I see? Yeah, of course. Yeah, you can go. You can Go see. Huh? Ah, okay. There you go. See. Thank you. See you later. Okay, Safir. The Maria, they're nice guys. Nice guys. Okay. 100 veta apo thotë, ma shumë s'bën. So another dining room. Let's go ato. Këtu ka break, të marr. Bar këtu ka. Peter Williamsburg in Brooklyn. Cucina. Oh, that's the kitchen now. So that's the kitchen. I'm not going down there. Okay, so let's be going. Cucina. Okay, let's go around to the other place. It's all back here. So the kitchen is downstairs? Yeah, but no, the kitchen is not downstairs, but you cannot see it. You cannot go inside. Okay. Kitchen is over here. Kitchen's But they're not over gonna here. argue. Yeah, not allowed. Like yeah. on the right side is the. What I see? That room, this room, and then there's another room. Yeah, in the there back? is another room. This is the old room actually. Go sit down. That's the room? like Okay, thank The you. oldest. Oldest. Ta po më pojnë kjo është Roma më e vjetër e para. Shiha si është. Nëra që është kuzhina atje, një pjesë e kuzhinës. Working station. Ja, shqiptari! Lorenz! Të nga jemi? Tirana. O, sa bukur Lorenzi nga Tirana, një tiranes. Që sa vite jeti këtu? Këtu 17 vjetë gjithë këtu këtë vend, po... Sa më tjetë qysë? Po, Si ka lugu, ha? në Amerika e 34 vjetë. Tu ki përnu për parën? Një length. East Uptown. Well-known place for celebrities. Shumë mirë. Kam kini minuta, kini minutë. Ma tregu pak vendin. Shqip. Ku të këryrë? Hajde tregu. Okej, hajde. How you guys doing? Yeah, Tirana. He's coming back. Tirana. You? Polish. Shëre ke kamarieri Tirana. Po të prestu. Po. Is Alban in Albanian? Yeah, exactly. Vazhdojmë, tregona pak për ku jemi, cilën dhomë jemi? Patjetër, kjo është dhoma e dytë që ka qenë, domethënë nga është bërë para 90 vjetësh. Para 90 vitësh. Para 90 vjetësh këtu. Kurse ajo kryesorja, Po? Kjo kryesorja këtu, a? dhoma parë që ka qenë para 137 vitesh. Po sa? 137. 137 vite, va? 137. Po. Si sigurisht që është më rinovu pak, janë më apo drejtarët më shumë. Kjo është dhoma 2 që pa përpara që ka 90 vjet. Po. Kjo dhoma 3 këtu ka një 20 vjet. 20 vjet. Ne jemi të dërkuar atje. Po. Po, okay. Ja thotë ai shoku ju që punon ke Peter Luger atje në Great. Natyrisht, po, të Riki. Po, Lëriko, po. Ka dhe një dhomë sipër, Po, upstairs, po. ka 2. Ajo ka qenë ja 50 vjet, po tash e kanë bërë 3, kanë rinovu, ka një 17 vjet, 16-17 vjet. Edhe këta 4 dining room-a. No, Dining room-a. Si se shetë dhe vetë, sa bizë është, Dreke dark. po. Sa ditë një punon ti këtu? Po punoj 5 ditë, po mundon mi shkurtu 4 ditë tash se edhe mosha për vetë. Po. Do 17 vjet, që 17 vjet e gjys.
Po këtu janë double, drekë dhe darka janë. Ka janë vetëm darka, po ka shumica raste janë drekë dark. Sa ora e fillon e sa ora mbaron zakonisht? Po 11 me 11. 11 mesit deri 11 darkës, po është orë pushim, është orë gjys. 12 orë pravësisht ja. Pavarësisht 11 orë, 11 orë pastra. Lek bën po? Tash po, kjo është një restorant që domethënë edhe kamerët bën dek më shumë se me një biznes vogël ka herë. Po. Është busy për herë. Po ka raste që për shembull ku kanë më shumë punë, po morën gjatë verës që janë dhe pushim, morën dhe punëtorë tjerë. Po, më pëtore. Edhe mas e ato rrinë këtu, sepse këtu për herë ka. A mundesh me më tregu për shembull një javë muin sa pravësisht e çeti kamerën, nëse mundsh? Pravësisht. Të s'mund ta them se është e realizuar, po. Okej, nëse mundesh, nëse jo po. Ajo shkon, van nga restoranti. Morë nga restoranti. Do më thonë, qoftë se punon këtu si kamarier, nuk e nevojë me punu vetë, nuk thesh më vetë tjera me punu. Se bën lek mira këtu, tamam, çdo, kuptova. Kjo është e profesorja. Ju e keni bota atë to vëllezrit Petrović, që kanë ke Rokos. Po Rokos, kam qenë Rokos. Po shumë pira ata. Edhe ato domethënë dy vëllezër punojnë këtu, sikon nuk punojnë ke vllaj, po punojnë këtu se si duket i Deverdis më shumë punon. Ma po kuptoj. A mirë me punu këtu se të vllaz, atje këtu bën më shumë lek. Ato djem kemi kosovar. Po Beni me takuam Beni. Sa shqiptar jeni këtu ju? 7 shqiptar jeni. Nga Kraja, nga Valbona, nga Tirana. Okej, moj po. Mikrofona kemi më shumë këtu. Nga Tirana më shumë. Nga Tirana më shumë ti? Ose ne këtu prunë mrapa, se çfarë bisha shokët e mi. A shkon në Tiranë, a shkon në Kosovë? Po, shkoj po. Edhe Beni çdo vit, çdo vit në Shqipëri, kur shkojmë më shku në Shqipëri, si më shku. Natyrisht, ja, dojmë Shqipërinë shumë. Kur shkoni zakonisht? Cilin koha? Verës, a? Ko më qet verës, a? Jo, ma bezesh verës, po verës shkon në pushime zakonisht, si këtë tjerë. Po. Familje, Po dhe ndajmë, se për shembull edhe Beni bëj 2-3 javë tash në verë, 2-3 javë në dimër në vende tjera, jo? Do të thonë me shku vetëm në Shqipëri, po shkoj vit për vit. Ja shku tash, you know. Për më vonë ja vlen me punu në restorant, kështu me bëj lek të mira, kështu steakhouse. Tu ja vlen. Kështu që ne kena një tu pa hapat e tonë, sepse një ditë do e hapëm, unë Tirana si në bashkë. Po këthejnë Kosovë, një Prishtinë, një Tiranë me hap një steakhouse, Kurse këtu është Rizaj, Riki që është 26 vjetë. Kom 3 më para kamerë. Riki është nga? Riki është i Valbonës, i Kosovës, për kratë Valbonës, të nga Shqipënijës. Valbonës? Shumë bukur, përshëndetje Riki, si jeni? Tropojës. Riki është karatisti i Kosovës, 2 herë kampion i Kosovës. Si Riza Selima i njoftën. S'po na tregon? Përshëndetje. I 10, va? E kam qenë shumë i ri unë, po edhe unë i marrë me karate, më kanë rrej një herë e kom lanë krejtash. Ma qitin unë në gjak, tash ja. Se ka rrej, këj rao edhe arë në Amerikë më sani, se i gjyru shkysh nga mrapo, do me rao prapo, këj rao 2-3 veta për jetë, këj arë në Amerikë dhe surfima në Kosovë. Sa viti e këtu? Me 30. 30? Tu në këtë restorant? Jo, në restorant jam 23. 23? Më dhanë këtu kamerët, si të futin këtu nuk lëvizin ma? Nuk ngellë. S'po lëvizin asë Riki, që t'i gjesha puni shokut tim, pa isha puni shokut tim vend të Rikit, po kësë do me lëviz, do me netët pak. Shumë bukur, mirë që ka shqiptare, po fitojnë për gjërat tona të mirat. Faleminderit për te. Ma në fundë dhe erdha me vizitu edhe këtë vend bukur. Faleminderit shumë. Përshëndes, unë komi pauzë tash do iki, pauzë. Respekte. Shifim Prishtinë, respekte. Po ta kthejtë këtë, se puna presë ato njerëzit. Po, përshëndes, faleminderit. Respekte, shimi prapë, faleminderit. E suksese, ciao. Sa bukur me shqipe tona. Beni, a mune që ta me ta kalzu paka shumë? Në 2 minuta? Këto janë zagat rated, do më thonë... Matjet New York... Prej viteve në 85 për pje, do më thonë... Kitë vitit janë... Prej vitit 85, ja? Po, do më thonë 55, kje dhe ma herë. 55 zakonisht, i ki ketë këtë që vizionë në ketë.
Domethënë kanë renduar si ushqimi, servisi, çmimi totali parafërsisht për person. Këto I kanë bërë review generale njerëzit që kanë ardhur dhe ja kanë. A funksion ky zagat akoma jo? Jo, nuk funksionon. E dim kujtohet për kohë. Mishën stars atje. E ka akoma jo? Panderit, ha? Haj. E fundit zagatës e ka marrë vitin 2020. Dhe që ka mas pandemisë s'ka marrë asnjë. 2004 çdo vit. Edhe këtu ka Michelin Star. Michelin Star 2010-ën, 2013. Pas ka fshia, çka nuk e di, po. Bukur. The best thing has been meeting Albanian waiters and then explaining to them the history behind it. It's like a jewel for me, you know? Instead of me asking, hey, tell that, and the Albanians go, oh yeah. They say it in Albanian. That's perfect. It's easy. You don't even have to have the subtitles at the bottom. Yeah, it does it automatically, but the beauty about it is like, wait, so how long you been here? What is it? You go back home, you know, all that stuff. Amazing. It's like meant to be. Thanks to this guy, number one. He made it happen. Everybody happy to have Mike, Costa, everybody. So yes. Thank you. This is a great opportunity. Thank you. Great having you guys there. Yes, thank you. Appreciate it. And now is the time for dessert. Okay, time for dessert. Hold it. I need to change my battery. Okay, dessert. Embelsira, me një embelsira, va? Embelsira e kije, apple strudel, pita me molla, cheesecake, këta e din edhe chocolate mousse, është e mirë. Kjo key lime pie, limon, me qenë limonit, pecan pie është shumë e famshme. Seasonal fruit zakonisht e kanë strawberry. Po çfarë po kam qef ti me provuar, që I besoj kam të pëlqyer shumë. Holy cow? Holy cow. Fudge sundae. Oh, you're gonna try the provoje këto New York cheesecake. New York cheesecake. Ço dy, ha? Edhe morëm për shtullë, të trijat. Zakonisht një shprehje I lira shqiptare është nuk do të më konë, s'ki nevojë me konë unë për dessert. Gjithmonë është veni me hongër për dessert. I lira shqiptare? I lira shqiptare është thoni shumë e vjetër, you don't have to be hungry for dessert. Shpike pak, what is it? Po pëlqen. That's it. Po e provojnë edhe ashtë ti përësisim në Marionin. Okay. Wow. Thank you. There you guys. Okay, hajde qështu deshë. Wow. Okay, e para është? Hot Fudge Sundae ose Holy Cow, wow, big surprise. Lopa nalt, shlagu, qershia, bitcoins right here, so we're good. Peter Luger coins. Peter Luger coins, you got it, right? Okay. You got an apple strudel, që është pita me molla, është pak e nxehtë, nuk ka besoj amësinë më të mirë këtu, apo? Cheesecake u pëlqen se është tamam classic cheesecake. Classic New York cheesecake. Jo, strawberries, kështu gjona për mi. Pesh joje qyshe ka marru bakery, so. Okay. Edhe nuk I nevoj me konë unë për pak slag. Cool slag. Edhe I liri. Para se me provu, dashta me ta bëni pyetje Loriku që punon në pikën tjetër të Peter Lugers. Kush është ky Peter Luger? Peter Luger ka qenë Gjerman. Që po Gjerman? Jo, nuk ka qenë Gjerman, ka qenë kur e kanë dhe. Edhe si historie tregon ai ka vdek. Kjo ka shku në auction në restoran. Kjo familja e kanë blerë atë kohë, vitet 50-ta. Edhe ka qenë vetëm pikë kjo. Ajo pika tjetër ku punojnë që është në Long Island Great Neck, është hapë nëse s'gaboj 1959. Edhe janë dyjat, ajo është për 1959 atinal, që është në dalje të Queensit. Kjo do më thonë, origjinale që kjo është. Peter Luger ka qenë emigrant Gjerman? Gjerman ka qenë. Edhe që ka hapur steakhouse. Ka hapur sikur small butcher. Tani kjo familje e ka kthyer sikur familja tina apo familja tjetër? Familja tjetër. Ajo ai ka vdek, ka dy tjetër ka vdek. Emrin e Karmojt. Emrin e Karmojt origjinal që ka qenë se ka njohur këtë New Yorku dhe Brooklyn. Ka thonë, hey, te Peter Luger restoran, thonë. Bukur. Cili do provojmë përpara? Unë kisha thonë provu mos pari apple strudel. Provoj me thik, doje. Me thik? Okej, prej. Ai tip me sa shumë. Çe po do dojnë ashtu. Ti provoj më shumë.
Okej, e merë kështu. Ashtë ti provoj e merë ti me piron. Feed me baby, feed me. Që të hajtë të provojnë atë, po më me shluar. Me shlake me krejt. Hajde kështu. Pak e nxehtë, jo shumë e rëndë. Crispy. Qëtë? Ha? Shumë. Cheesecake është shumë i butë. Jo shumë abet. Shumë i butë. Nuk është... Bravo to! Hajde dhe shumë, hajde. Do shkringoj. E kjo është më e mira më që më shumë dhe... Wow. Kjo është. Vanilla ice me... Kjo është. Kjo pirulugë kao, që i thëmë shumë... Lopa pirulugës. Ose çokoladë, me rehaj ato kësorën. Qëto? Qa ato, ja. Ka për e. Ja me dorë, ja kështu. Dhe me lukë. Parala. Çokoladë. Unë u paga më shlage me i pa më mërëna të një ice cream. Edhe provoje. E bona ke. Alla kom. Okej, s'pone. Qëlloj milkshake, si sana ke ka bon. Shi u pak që helo që bona. Po që kom. Na bëv mirë, faleminderit shumë. Garant. Pa shumë. Çokoladë. Është shtu, ja? Diamond. Do çokolada, fare çokolada që besh. Ka lecën, me krem, me slak. Dek doktori se pa hënë pak të zelo. Cherry. Milk chocolate. E marron. Nale dorën ose apet. Nale. Thank you, sir. Appreciate it. Lawrence, mister, thank you. Thank you, guys. Thank you, appreciate it. Thank you. Wait, na dëllëm në shqiptar tjetër. No, Yanis, Costa's brother, the guy who you talked to. Say hello to Costa. Thank you very much to Costa. Thank you. Okay. Love you, baby. Ciao. Okay. Thank you, sir. Ciao. Yeah. Johnny Carson, no? Kjo aktori. Carson. E ti si kam shi? Yeah, he is. Okay. Yes, check, Bob. Ja, na ishte një përvojë e bukur, eksperiencë e bukur në Birë Steakhouse, i lirë. A e mushi që ajo? Vesh da i birë eftoft për e ndreshtë. A e birë eftoft, da një kafe eftoft? Ne kafe. Tash jena ato jesë në një plagjet pjesë Brooklynit, ku shumë Williamsburg po, ku shumica e njerëzve janë si hebrej ortodoks, janë që janë religios, edhe i shet që gratë të mlume në një farë mënyre, e kanë ato regla teshat e veta, edhe i shet edhe në për balkona që kanë blokum, se të farë si gjilindera si... Këtë kima shpirë një kohë të prasit të konkret. Po, arsyen për në shkaf, se ma siguri, apo qëfar kjo është? Që kanë këto, edhe e kumë vrej që i kanë ndritare, e marojnë ato farë, e kumë pa në Brooklyn, dikën ati në down offer Brighton Beach, e marojnë, ose që në Williamsburg, e kumë pa që e vnojnë në balkon, e vnojnë ndërtojnë sikur si për fëmi, me nejnë, në jashta, si shtrat lojnë në pjetë. Për le mërbën me dalë fëmijt jashtë në balkon. Shumica në rasteve i kjerë, që të izolume që janë që ndërtesave ku jetojnë, e draj që janë ortodoks. Edhe shumë është interesant, unë atyre se cila familje ka, mëjmë me thonë minimum 5 dhe 6 fëmijë. Shumë fëmijë Shumë fëmijë kanë, edhe është interesant si kur kulturë tyne
telefonat, po flasëm kështu elektronik që i kem na iPhone, Samsung, shumica aty nuk i kanë Se Nokia të vogla. No, telefonat që kena pas na, që kena thonë flip-flop, që janë kthyer Po, kështu. si Nokia të vogla, Motorola, po. Nuk kanë iPhone, Shumë nuk kanë. interesant, shumicën në këtë plazhe veturave, për shkak që i she, janë vetura tipit minivan. Kështu që janë Po, këto që i nxjerrim sa model 9 veta. familjar. Familjarë, po shkëtë shumica aty janë familjar. Që një këtë në ranë, që dhe atje ranë. Zakonisht atë shtunëve nuk punojnë, gjithçka është e mbyllur në kësaj. Shtunë, va? Shtunëve kanë që këtë ditë që rrinë bashkë këtë familja me një vetë. Që edhe këta këtë fara... Shkollën e kam autobusin e vetë, është shkollës që Në kam autobusi i shkollës tyne. Po. Që rrinë këtë bashkë me fëmijë. Hajde. Edhe është dita në mirë që këtë janë të tesa që jetojnë. Veshin e mashkëve që kanë njëjtë, thamë dhe kanë veshin e njëjtë. Dhja për vere kjo gruja që është drejtim tonë në telefonin që i ka përpare. Dhe fshesh atë telefon që të fërgua marrë. Nej. Po. Veshin e ka njëjtë. Si mashkët, si kur femnat. Shkolla e ty në është atë që është në gjuhë hebreje, në shkrumë. Gjithë ku pas që me mësu si kur gjuhë, po saj që kom të këtu ka duk shumë e zërë. Shumë e randë. Herbrej, po. Për me Hebrew. Për me mësue. Dhe për mësimi sojna nuk nga lidhë për gjë, kur ti në gërë me gjuhën shqipe, për shamu, nëse mëson gjuhën spanjolle, është shumë letë. Ma letë e kemi. No, për mënyrën se si shkruhet, edhe mënyrën është njëjtë si shqiptohet. Se shkruan që kanë të Kanë në gjuhën e hebreje. Krejt këto jenë bizniset të va? E bizniset të një që bizniset qarkullon me nga komunitetit, do më thonë qka do të shitet, blehet, restoranat jenë me nga tyne. Jetojnë me regullat tyne, e flasin gjuhën. Edhe është kjo lagje, kjo vend është i sigurt. Po, është i qetë shumë. Është i qetë, sigurt. Për shumë nëse banesën e merë për vetit të jetue, je i mirë sa ardhë, kuptimin e fjallës që sidomos për neve shqiptarëve se jenë shumica familjarë. Neve ka një farë këtësie edhe shumica atyre të nuk me Patate, pas kanë shtrejt? $1.69 për pound. Po, gjithë kilogrami. Edhe restoran që i kanë njëjtën e suportoj njëri tjetrin atë në kuptimin që e shohim atë arsyeshëm i shpenzu parë këtu se sa me shku te dikush në Queens që është Astoria atë. Që edhe këto kosher wines and spirits. Për neve shqiptarëve mendoj që kanë shumë respekt se sa shumicën e raste ku i tregon që hey, jam shqiptar i Shqipërisë, hey, jam shqiptar i Kosovës, e din historikun, e din çka kena kaluar në periudhën e luftës. Mirë po është një gjatë shumë e vlefshme që une për veti nuk e kom ditë. Mirë po këtu një kostumer që më ka ra me takue më ka tregu që populli hebrej gjatë luftës botërore numri veç është rrit në Kosovë, në Shqipëni edhe në Bugari. Domethënë nuk e kanë dorëzuar asnjë gjatë luftës botërore. Këta e kanë një farë shaj respekti për asaj kohe që e përmendin në ditët e sotme. Puerto Rican flag, different corner, different deli. E shtojnë për shembull ka udhëtu për Itali me pasaport mbretërit zog. Itali s'ka në Amerikë. A shtojnë ato që Albert Einstein që ka orë në pasaport Shqipërisë në Amerikë. Po si komuniteti janë shumë i fuqishëm, janë punëtor. Me fazë që ka për shembull këtu me thonë, për mas lutë 2 botërore, ka qenë si stacionim i tyne në qëtë pjesë Brooklyn. Dëshe është ndërtesa, Hero Lugers. Janë 4 lokacionet që është Great Neck, Northern Boulevard,
Brooklyn, Tokyo and Vegas. Po. Tokyo është para 2 vjetëve gjysmë se s'ka boj. Vegas është vitin e kaluar kur ka qenë Grand Open në hapja selim në Formula Nishit. S'ka boj në nëntor ka qenë. Edhe ai veni përpara se me dal Piruluga në Vegas ka qenë Reyes, which is që është në East Harlem aty. Yeah. Që po munona me hi aty. Edhe, yeah. Në Great Neck është pejnë 105 të nëntës, edhe në Piruluga ku kem sot për lukë. Tokyo thonë që është fenomenal. Atë ndërtesën që ka marrua parafërsisht kopje e ndërtesës Brooklyn. U po shkojmë parking atje? Në parking shkojmë me kjera. Okej, hajde. Më thënë këta pas kanë parkingin falas, po, a? Që do me të ka të që ka ndodhë, që kjo është, këtu ka qenë ndërtes, edhe këta kanë regullu vetëm për parking të njerëzve që vinë në restorant. Edhe me ka prish ndërtesën e ka po parking? Parking, pëse. Vetë për klient atyre. Kjo parking këto, shaja një lirë i lirit Shqiponje. Si të shë shqiptarin, është pasatë dhe Shqiponjen, dhjetë që është, Gjelanxhi. E ti? Unë atje ku blok tjetë ato në anej, Honda, kjeri maj mirë për Amerikë. Vone Shqiponje? Whatever, baby. 3, 2, 1, tarara. 3, 2, 1.